Ako e paguj mujnë. Se mos kujton e se falas. Kur kena uj, 25.000 lek muj. Kur s'kena, po prap 25.000 lek uj paguj. Tani, ti përgjigje s'ke se po t'kishe do I kishe dho. Prandaj, leti themi politikës vjetër 36 vjeçare, na vjen shumë keq, për koha juaj ka mbaruar. Faleminderit dhe mos harroni asnjëherë që ky është muaj më I bukur ndoshta 100 viteve të fundit. Edi Rama Kamaru, Kamaru, Kamaru. 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 Vazhdoj përsëri me diaspora nga Gjermania. Përshëndetje Shqipëri, përshëndetje shqiptarët e mi. A jeni mirë? Do rrëzoj me Edi Ramën? Faleminderit shumë. Unë jam Petrit Tafaj, jam nga Gjormi I Laçit. Jetoj që për 35 vjetësh në emigrim në Gjermani. Por Shqipërinë nuk e kam harruar kur. Familje se kam harruar kur. Gjormi se kam harruar kur. Kam qenë student I dhjetorit, I studenti godinës 27, ku kemi thirrur për herë të parë Rok Bushi, poshtë Gorbaçovi, poshtë Nezhmija Hoxha. Ju nuk imagjinoni dot sa guzim duhesh, po këto guzime kishën me që ikën dritat dhe nuk në njëri fytyrat. Luftuam, me emocionuat jashtëzakonisht shumë në rrëzimin simbolik të bustit të Edi Ramës, sepse unë kam marrë pjesë në rrëzimin e bustit të Enver Hoxhës, e kemi çuar zvarri qytet studenti. Por misioni nuk është kryer. Ju shikoni që komunizmin e kemi në përkëmbë. Vi nga një familje e persekutuar. Hysén Ali Dani e ka patur emrin babaim. Ai luftoi shumë kohë me komunizmin. E persekutuan, e bën kulak, ja morën gjithçka, na sollën gardhin te dera e shtëpisë, na shpërnësuar me gjithçka. Luftoi ai. Pas atij luftova unë si student kundër komunizmit dhe jam shumë krenar që brezi I tretë vazhdon të luftoj, është nipi im Agret Tafaj, I cili ishte mbrëm këtu dhe mori fjalën. Me sa duket, kjo është histori brezash, është çështje, është si ferrash në përkëmbë që nuk e heqim dot. Unë në Gjermani pronoj për shumë viteve si përkthyes në sistemin e drejtësisë. E tini shumë sigurt që unë e njoh shumë mirë punën time që kam bërë. Kam përvojë me gjithë shqiptarët që nga fëmia maternitet derisa kërkojmë Institut Varrimi për ta kthyer shqiptarin ton në atë. Pra gjithçka që është ndërmjet e kam këtë përvojë. Gjithashtu nuk kam nevojë as në Gjermani pa u angazhuar politikisht. Aty jam me Partinë Kristian Demokrate. Por këtu unë jam me Shqipërinë. Këtu jam për të drejtuar në përkamera atij personi, atij që mori thesën e millit në këmbim të votës. Dhe do ta pyes tani çdo shqiptar që më shikon tani në televizor, I them që e mbarove thesën e millit. Tani e kuptove që ke bërë shqiptarve. E shikojnë që Shqipërinë po e çon në gremin, e shikojnë që Shqipërinë e ka shkatëruar, e shikojnë që komunistët, demokratët gjithë bashkëpunuan për të vjedhur tokat, për të vjedhur pronat, për të falsifikuar dokumentat, hipotekat, e shikojnë që çdo shqiptar enet rrugëve për të marrë pasurinë e tij dhe nuk e merr dot. Principi I drejtësisë duhet të ekzistojë sepse ne nuk jemi më pak vlerë se sa pjesa tjetër e Europës. Gjithashtu, unë I bëj thirrje deputetëve të Parlamentit Evropian dhe Ursula von der Leyen. Këtu ja them shqip, s'ka nevojë të them gjermanisht. Që neve shqiptarëve na trajtojnë në mënyrë të barabartë, të përdorin të njëjtat standarde që përdorin dhe për veten e tyre. Unë këtu jam për të protestuar edhe për doktorin, jam për të protestuar edhe për pacientin që është në onkologjik, që nuk ka para për të paguar ilaçet edhe do vdes për shkak se shteti shqiptar dhe Edi Rama I ka harxuar lekët për t'u dhënë tuajve edhe për të bërë vitat e tij, edhe për të paguar partinë, për të paguar votat. Ju e dini shumë mirë që më në fund vërteta që Edi Rama edhe Europa e vërtetoi, ja dha me shkrim, sepse me shkrim e deshi që I ka manipuluar votat, manipulon administratën, manipulon gjithçka.
Një njeri që të gënjen dhe të manipulon një herë, kjeni frikën, mos i besoni kur. Gjithashtu jam edhe për policin që nuk proteston do të Viktor Shes, sepse ka uniformën, ka kapelen e tij. Por jam dhe kam një pyetje të shumë të fuqishme për profesorët, doktorët e Universitetit Tiranës. Neve na lavdrojnë që bëjmë punime shkencore, janë gjigant, janë shkencëtar, bëjeshka ku janë ato sot? Plagiaturia në sistem, që mos me KI është problemi zgjidhur, por gjithashtu me mungojnë edhe gazetarët të cilët flasin në për televizion në vetën e tretë, a thua se ato nuk janë shqiptarë, na bëjnë pyetje neve se si do të përgjigjemi, sepse atyre nuk janë punë Shqipëria. Gjithashtu kam një frejtje edhe për komplet sistemin e medjave, media është e paguar. Jo keni parë që kur Edi Rama për vjetorin e partisë së tij, gjithë media me Edi Ramën, por nuk japin protestë, nuk janë shqiptarët. Shqipëria është e jona, toka është e jona. Ne kemi shumë respekt, jemi popull i vogël, po jemi njerëz paqëdashës, shumë respekt kemi për popullin e Izraelit. Gjyshit tanë, prindrit tanë i kanë ndihmuar kur nazizmi i ndiqte për t'i zhdukur bashkë me Hitlerin. Shqiptarët kanë ndërguar zemër gjërë dhe i kanë hapur konakun edhe i kanë strehuar. Ne duam popullin e Izraelit, po ne duam vënien atje ku është. Ne duam Amerikën, popullin amerikan, po ne duam atje ku është. Ne kemi shumë respekt dhe dashuri për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne jemi pro kapitalizmit, ne jemi pro investimeve, por ne jemi për investime transparente. Ne duam shikojmë projekte, ne jemi për kapitalizm sepse socializm e patëm, po nuk e deshëm. E rëzuam, tani nuk duam që Edi Rama të shkojë me vajzën e Trumpit, me harta në përduar, shkojmë me forestratat e qeverisë, i ve metrin tokës shqiptare, sepse Shqipëria është e jona, shqiptarët jemi ne, nuk është. Nëse do t'i jap tokë, le shkojnë në vono, le t'i jap babait ti, gjyshët ti, bëj çfarë dojë me të, po ato 200-300 metra që ka atje. Shqiptare, jo e tradhtare. Shqipëria e shqiptare, jo e tradhtare. Shqipëria e shqiptare, jo e tradhtare. Ani në lidhje me organizimin e demonstratës, protestët tonë këtu. Kam një lutje, kam një këshill që këtë zjarrin duhet ta mbajmë ndezur. Nuk duhet figur, ai përfiton në mënyrë të jashtëzakonshme të pres momente që t'i përçaj edhe t'i ndaj edhe t'bie se që bërim me studentët. Si janë i frikën, mos i besoni. Gjithashtu ju keni parë vetë, kam një vërejtje për deputetët e Republikës Shqipërisë, të cilët e blen 500 lekë vrimen e miut për t'ikur nga populli, po u larguar me forestrata në 100.000 herëshe, ndërkohë që votën ja marrë një fukaraj, një fshatari, një njeri që s'ka bukë për ngrënë, ose shkoj paguën faturën dhe listën e ushqimeve në fshatin më thellë Shqipërisë. Këto nuk janë intelektual, këto nuk janë tanë, nuk janë politikan. Mos e shisni votën. Mos e shisni votën, jepni atij që o do zemra votën, jepni partisë më të vogël, nuk çfarë si çfarë, një mjafton të jeni një parti e regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ju falenderoj shumë, ju uroj shumë suksese. Desha të gjoj pak atë shishta ose kam harruar, prite se po vjen. Ju falenderoj nga zemra, qëndroni këtu, bani protestën ndezur, vazhdoni, fitoria është me ne, suksese, gjithë shqiptarëve, gjithë mira.